وأصحابه ومن والاه ثم بعد. Të nderuar besimtarë, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në kuadër të temave tona të fikut, e që her pas here po I kalojmë kapitujt për të përshtatur me sezonat cilat gjindemi, kemi folë për fikun e agjerimit, pastaj për fikun e haxhit, kurbanit, kurse sot të nderuar besimtarë do flasim për fikun e martesës, për rregullat, dispozitat, edukatat, normat e martesës. Me që jemi në fillim të sezonës së verës, një pjesë e madhe e martesave zhvillohen pikërisht në këtë sezon, por edhe për të vëdësu edhe ata që janë të martuar, për ata që këshirin më martu, cilat janë qëllimet, objektivat e martesës, cilat janë rregullat e një martese të shëndosh, sepse të dashur vëllezër, jemi duke shkuar drejt një krize, kisha me quajt ashtu, të jetës bashkëtorë dhe martesore. Fillimisht ka vonim të martesës, ka plot që edhe nuk u martohen fare, disa me dëshirë, fatkeqësisht ndoshta dikush pa dëshirë, po deri në kismet. Pastaj është numri shumë I madh, është në rritje numri I ndarjeve, shkurorëzimeve në mes të çifteve, madje që në ditët e para të martesës, shpesh herë edhe pas fejesës, ende pa u martu, e që I bie se ka një problem në kuptimin e drejtë të martesës, jetës martesore. Sot është vëllezër si temë e parë, do të flasim për objektivat e martesës në fenë tonë. Objektivat e martesës, pra cilat janë objektivat, cilat janë qëllimet e martesës sipas fesë islame. Kur I kuptojmë drejt dashur vëllezër qëllimet, objektivat e martesës, atëherë kuptojmë drejt edhe martesën. Atëherë edhe me lehtësi ndoshta I përballojmë disa gjëra që ka njëherë nuk na pëlqejnë, ose si pëlqejnë njeriu në jetën e tij martesore. Sepse qëllimi kur është I lartë, objektivi kur është I lartë, atëherë disa probleme të vogla duhet të tejkaluar. Po ashtu kur e kuptojmë qëllimin dhe objektivin e martesës, atëherë besimtari e kupton se duhet me domos mu martu. Sepse qëllimet janë të larta dhe të mëdha. Qëllimi I parë, dashur vëllezër, I martesës është respektim I kërkesës së krijuesit. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thirrë në Kur'an që njerëzit të martohen. Andaj ka thonë, martohuni me gra. Pra kjo është thirrje hyjnore. Është ligj I Zotit të dashur besimtar që njerëzit mu martu. Kështu ka dashur Allahu subhanahu wa ta'ala për të ruajtur edhe sojin e njeriut ose njerëzor. Andaj kjo është objektivi më I madh që martesa është
kërkesë e krijuesit. E që i bie se përmes respektimit të këtij urdhri të Zotit subhanahu wa taala dhe kërkesës të tij, besimtari e kryen një detyrë dhe respekton një kërkesë të Allahut subhanahu wa taala. Dhe të dashur vëllezër besimtar, për objektivave martesa është tradit, sunnet i të gjithë pejgamberëve. Të gjithë profetët Allahu subhanahu wa taala kishin bashkëshorte dhe ishin të martuar. Andaj edhe ne si pasues të profetëve dhe të profetit tonë Muhammed alayhi salatu wasalam duhet ta ndjekim këtë rrugë, e jo rrugën e të paditurve, e jo rrugën ose thirrjet e atyre të cilët për qëllime të errta nga njëherë, e nga mosdia nga njëherë, bojnë thirrje që mos më martu dhe mos me e fut vetën në obligime. Kështu thujnë. Veçanti, kjo thirrje është prej disa prej grave ose femrave, cilat thrasin, punojnë, propagandojnë që nuk ka nevojë femra më martu. Ajo duhet me jetu dhe me qenë e lirë, me jetu jetën, me shiju jetën e kështu me radhë. Kurse profetët Allahu subhanahu wa taala, njerëzit më të mirë, të cilët edhe jemi të obliguar të pasojmë, ata po të dashur vëllezër, ishin të martuar dhe u martuan, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya. Ne kemi dërguar para teje profet, e cilët ose cilët kemi dhënë ose kishin gra dhe kishin pasardhës. Po ashtu vëllezër, është suneti i profetit ton të fundit, Muhammed alayhi salatu wassalam. Dhe objektive qartë e besimtarit është se ne duam të ecim rrugës pejgamberit alayhi salatu wassalam. E rruga e tij është që njerëzit duhet të martohen. Njëherë dashur vëllezër, erdhën disa prej tre besimtar në shtëpinë e profetit. Realisht shkuan kur profeti nuk ishte ato. Po i pyesim bashkëshortet e profetit se çka bën profeti në shtëpi, qysh falet, sa falet natën, e kështu me radhë. Po interesohen për jetën e tij në detaje, në mënyrë që ta pasojnë sa më tepër. Dhe pasi dolën ose duke dalë, të tretë dha nga një premtim. Njëri tha, unë nuk do të flaj asnjëherë, por tërë natën do të falem. I dyti tha, unë nuk do të ha ditën asnjëherë, por çdo ditë do të agjeroj. Kurse i treti tha, ndërsa unë tha nuk do të martohem fare. Njërë që krejt jetën time t'ja kushtoj kujna fes, i padetit, dhe të mos bëhet shkak familja, gruja, fëmijët, që të ma morin kohën, sepse ato morin një kohë, s'ka dyshim. Pra t'ja përkushtoj jetën time, sikur se bojnë disa prej pasuesve të feve të tjera, cilat nuk martohen me pretekst të adhurimit dhe shërbimit të ndaj Zotit. Tha,
I treti tha, unë nuk do të martohem fare, mirë po, do t'i përkushtohem adhurimit. Atëherë kur profeti alayhi salatu wassalam erdhi në shtëpi dhe i treguan për këtë vizit dhe për premtimin që këta tre e dhanë, i dërguari Allahu subhanahu wa taala i thirrri xhamatin, e thirrri popullin, e thirrri masën dhe dul para masës me një sqarim të rrugës së drejtë. Tha, pse disa njerëz veprojnë kështu, pjo përmend tash veprat e tyre. Tha, kurse inni akhshakum wa atqakum lillah. Tash po do me tregu që ata kanë pas jetën e mirë. Ai që ka thonë s'po du mu martu, nuk e ka pas jetën e këtyre cudit që po thënë s'kanoj mu martu. Por ka këta po thënë s'duhet mu martu, jo me adhuru Zotin. Por me shfry epshet ku dush, me koni lirë, mos me koni lidh me një burë. Jo, ata kishin tjetër qëllim. E profeti po dënë me asëshëru se edhe njetin është i mirë, po mënyra është e gabuar. Tha, nëse dëni me adhuru Allahun, nëse keni për qëllim t'i afroni në Zotit, unë e thanë jëmë personi që mas shumë t'i friksohem Allah subhanahu wa ta'ala. Akhshakum wa atqakum, dhe janë njëri më i devotshëm në mesin tuaj, dhe të s'ka dyshim, sepse ishte profet alayhi salatu wassalam. Mirë po, tha, unë jam edhe që kam frikë Zotin më shumë, edhe i drohem ati më shumë, por me gjithat, unë falem, por edhe flaj notën. Falem, por edhe flaj. Agjeroj ditën, por jo çdo ditë. Agjeroj disa ditë caktuara, por ha dhe plot ditë tjera. Dhe tretën, tha, dhe martohem. Femen raghibe an sunneti felejse minni. E kush e refuzon, tha, rrugën, sunetin tim, atë nuk është prej meje. Pra, dashur vëllezër, sunet i profetit alayhis salam dhe profetëve të tjerë, rruga e tyre është që njerëzit duhet të martohen. Duhet të martohen. Kështu kanë vepruar gjithë profetët, Allah ka regjistruar në Kur'an, kështu ka vepruar edhe profeti ynë dhe ka porosit madje në raste të caktuara që mu martu në veçanti ose sidomos në rrethana të caktuara kur sprovat janë të mëdha. Prej objektive të martesës është arritja e qetësisë, e lumturisë, e rahatisë shpirtërore, që nuk arrijen ndryshe vetëm se përmes bashkimit ose martesës me një gru, respektivisht gruaja me një burr të mirë. Ka plot gjona që njeri mundet me i përmbush, me pare, me mirë, po është diçka që nuk përmbushet dhe nuk arrijen ndryshe vetëm se përmes martesës. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala këto e ka quajt madje në Kur'an si argument për ekzistimin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Çuditërisht. Subhanallah. Wa min ayatihi, e prej argumenteve të Zotit. E prej argumenteve të Zotit është thotë që ka an khalaqa lakum min anfusikum azwaja li teskunu i lejha, që nga mesi juaj ka kriju për juve bashkëshorte, tek të cilat gjeni prehje, rehati dhe qetësi. Dhe nuk ka person që burri, ose gruaja me burrin, ose burri me gruan, ka lidhje më të fuqishme se sa mes burrit dhe gruas.
e dën babën, e dën nanën, e respekton babën, kjo është tjetër. Respekti ky tash është tjetër. Mirë, po lidhja që krijohet mes dy bashkëshortëve është një lidhje e veçantë. Është një lidhje e veçantë. Dhe sa rrihet në mes asnjë çifti tjetër, vetëm mes burrit dhe gruas. Hiç s'ka mundësi. Duhet vëlla me vëlla, vëlla me motër, kina shok, kina krejt. Mirë, po raportet që krijohen mes burrit dhe gruas, as janë të lidhura dhe të ngushta, nuk ka ndonjë krijesë tjetër që lidhen mes tyre sikurse mes burrit dhe gruas. E me dash Zoti mu zatet që është të populli dy qifta të duhur, pra burri me qenë qysh duhet dhe gruaja me qenë qysh duhet, nuk ka bashkim më të mirë dhe më dobishëm për familjen dhe për shoqërinë se sa çifti bashkëtor. E këto këto objektiva janë nëse realizohen kur merren parasysh pastaj edhe udhëzimet e Zotit dhe të dërguarit të Tij në përzgjedhje se kënë duhet me martu, kënë duhet me zgjedh dhe cilat janë rregullat që duhet me u përmbajt për me arrit të objektiva. Pra, objektivi martesës është që burri dhe gruaja, pra njeriu në përgjithësi, me e arrit një kënaqësi, një lumturi, një rehati shpirtërore, cilën nuk mundesh me arrit ndryshe vetëm përmes martesës. E këto po thotë Allahu Zot, kjo është argument prej argumenteve të ekzistimit Allahut Azza wa Jall. Se aje ka bërë kështu, subhanallah. Me një njeri të huaj, kushtimisht në thoni, huaj është ai. Ose ajo. Pas lidhjes martësore që ka kërkuar Zoti, një njeri huaj, i një familje të huaj, si ke njoft nështë kur, as familje si ke njoft kur, as nështë se ke pa kur, bëhet personi më i dashur, më i afërt. Kjo është vërtetë argument qysh që ka thonë Allahu subhanahu wa taala. Krejt lidhje tjera që i bën burrat me gratë huaj, të huaja, me femra të huaja, bashkëjetesë, s'diçka, ato janë lidhje të shkurta, të marrin shpejt. Edhe që ashtë të thërë edhe ta litrisista të lidhje shkurtë është aja. Aja kërset, nuk shkën gjatë. Sot ka interes, sot ka heshi, sot ka epsh, në momentin që gjenë ma mirë në ndërën trafën. Ndërsa kjo lidhje të është nëzër që bëhet që shka kërku Zoti, kjo është lidhje veçantë e cila i te i kalon pastaj ato problemet e vogla që ka mundën me qenë në brenda në familje. I te i kalon. Ka pak disa probleme në familje janë natyrshme. Por kur është objektivi i qartë, dhe kur është synimi i qartë, dhe i lartë, e jo i shkurt, veç me shfryepshin, atër kalohen disa problemit. Por të ashtë dhe përreje objektivave të fuqishme, të qarta, të martesës, është edhe krijimi i familjes. Zërimi i familjes. S'ka mundësi ndryshe. Krejt krenohen me fëmijë. Mashallah. Mashallah, mirë po, mashallah, pa u martu, s'ka mashallah. Tash kur ti shoh, filoni 5, 6, mashallah, po mashallah, po ti nesër ku ki me konë. Dhe ti ki më plakë. Një, edhe që ato që në Gjermëri tani, ose në Gërbet diko. Pro, prej objektiva fetar, njerëzor është që me synu
pasardhësit. E pasardhës ndryshe nuk mundet me pas njeriu përveç se me martesë. Përveç se me martesë, andaj ka porosit profeti alayhi salatu wassalam si preferencë edhe ka porosit, po edhe si preferencë se çfarë grash mi martu, tazawwaju al-walud al-wadud. Martoni gra të cilat lindin dhe janë të dashura. Në parem këtë gratë lindin, mi po disa s'po dojnë me lind. Ta qëtë kusht, kur të në shkrush atë fejesën, thot 1 plus 1, për shembull. Ky hadithi thot jo, gjojnë e një që thot jo nuk është problem, 4, 5, 6, sepse është e mirë për familjen, është e mirë për venin. E lexova dikun, ose e ndëgjova dikun, subhanallah, në një lajm të huj, jo, në gjuhën arabe, e tha dikush, ku folke për Kosovën, prej vendeve që po zvoglohet numri banorëve, këtu në rrethine, që nuk është tradita jona kjo. Nga që me shku të rrit, 2 milion sojnë akon në dishka para luftën, apo shkujnë të ro, çdo vjet të ro. Ka disa faktor, sigurisht, por njëri prej faktorëve që s'është im sheftis dhe peshohëm të gjithë është edhe ose s'ka martesa, ose vanohet martesa, dhe fëmi pastaj ka shumë pak. Fëmi ka shumë pak. E objektivi martesit është që besimtari mushtu me rritë numri anëtarëve të familjes, sepse ata janë pasuria më e madhe e jotja në këtë botë, por edhe në botën tjetër. Ka thonë profeti selam, kur vdes njeriu, i shkunte në punë të kësaj dynjaje, përveç atij që lën 3 vepra, një prej tyre nëse lën një fëmijë të hojrit, po ai që i lën 6 të hojrit, po ai që i lën 5 e 7 të hojrit, një hoxhe, një haxhie, një namazlije, një pasanike, një doktor shkencë, një ati se vapët veç shkojnë të rritë. E kur të lejsh veç një, edhe ato ruën në zëtë. Me bo me mërë dalashën më zëtish. Allahu në mundësoftë me kriju familjet e mire të dërbishme, dhe të vazhdojmë të tema, inshallah ta'ala, në javët në vazhdim, po dhe të kushtojmë dhe të kësaj sezone verore, kapitullit të martesës, për të sqaru temat që kanë bojnë me martesën. Nështë ata djemë të ri pak nëzitën, stimulohen, i qelin sytë edhe martohen, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum.